teknologji vetëm telefoni, se domethënë kemi prindër thonë nuk rin telefon, mirë po ndonjëherë me tablet, me televizor, domethënë edhe këto bëjmë pjesë në pjesën e teknologjisë, nuk do të thotë se vetëm telefoni e pengon të folurit ose zhvillimin. Televizori mund të shikoje diçka edukative, sipas prindërve shikon film vizatimor. Mirë, po çka nëse fëmia ekspozohet disa orë të tëra edhe atë i vetëm. Ajo është monolog, domethënë veç e dëgjon çka folet, çka thuhet. Nuk ka ndërkohë ndonjë ndërlidhje, pyetje, përgjigje që për shembull nëse është prezent prindja ose motra, vëllau apo dikush tjetër, themi se është maca. Maca, çka bëri maca? Ku është maca? Si bën maca? Pyetje përgjigje, të kese dialog, që të kese stimulim për të folurit. Jo në atë moment domethënë që e lëm vetëm me televizor, qoftë edhe film vizatimor apo edhe diçka edukative. Ai prapë është monolog se ka kush folën për fëmijën, nuk stimulohet të kthej përgjigje ose të mendojë diçka për të bërë pyetje. Thjesht merr informata të gjitha të gatshme dhe aty mbaron edhe le të themi veprimi apo aktiviteti stimulimi i fëmisë.